siç thash në fillim atë rastin e biçikletës, po të shohësh një rrugë tjetër alternative, edhe ta ndjekësh atë rrugë do të çojë në një takim që është pak më ndryshe, ose do të shpëtojë nga ndonjë gjë. Duke i ndjekur dal nga dal këto mesazhe që vijnë, edhe sa do të vogla të jenë, e shton më shumë njohjen e intuitës tënde. A ndikon stresi dhe ritmi jon i jetës në intuitën tonë? Është normale që kur je duke vrapuar, ke më pak kohë për t'i kushtuar vëmendje se çfarë je duke ndjer edhe se çfarë je duke parë apo se çfarë është duke të thirrur. Por edhe stresi nga ana tjetër të mbyt mendjen tënde dhe nuk i jep mundësi që të shohi realitetin e imët që është anës e përqark teje. Unë do këshilloja që të paktën në momentet ku ndjehemi që jemi duke vrapuar shumë, të ndalojmë për 2 sekonda, të marrim frym thellë edhe të qetësohemi mjaftojnë 2 sekonda. Mjaftojnë 2 frymëmarrje të thella që ti të rikthehesh në një ekuilibër në mendje, ta boshatisësh sado pak mendjen dhe të jesh në gjendje që të shohësh zgjidhjen e një problemi me intuit dhe jo me mendje. A ju ka ndodhur ndonjëherë që të merrni një sinjal intuitiv që më pas ka rezultuar i saktë? Shumë herë, shpesh herë, edhe në momentin që punoj me të tjerët, më vinë informacione që personi nuk është në gjendje të t'i thotë me fjalë, sidomos kur punon me anën energjetike, po që me anë të intuitës jam në gjendje që të lidhe me atë informacion që ai nuk është në gjendje as ta kuptoj se si të ta shpjegoj një informacion të tillë. Sa më e qetë ndodh gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Sa më e qetë të jesh, aq më në gjendje je që të kuptosh se çfarë është duke ndodhur anës e përqark teje. Pse ndonjëherë ne marrim mesazhe që nuk i kuptojmë, sigur do na ndodhi diçka e keqe, pa pasur ndonjë provë konkrete, pa pasur ndonjë diçka të prekshme për ta ndjerë këtë frikë. Kjo është intuit? Mund të jetë frikë, mund të jetë intuit. Ne kemi një lloj intuite që është pjesë e mbijetesës sonë që na ndihmon që të largohemi nga gjërat e këqija që do na ndodhin apo që janë duke ardhur. Në një farë mënyrë trupi ynë energjetik e ka ndjerë një informacion, i ka marrë një informacion shumë të madh dhe është duke parë diçka që ti, mendja jote nuk është duke e parë. Edhe të jep një informacion që largohu nga ai vend, apo mos shko atje, apo bëhu gati, përgatitu, që diçka është duke ndodhur, diçka është duke ardhur. Nga ana tjetër mund të jetë edhe frikë nga gjërat e reja, sidomos kur përballemi me gjëra që ne nuk i njohim, një pjesë e qenies tonë na thot që unë këtë nuk di si ta përballoj. Kështu që rri aty ku je, sepse mos dil nga ajo zona jote e komfortit, sepse ti nuk di si ta përballosh atë gjën e re. Kjo është frikë e çakrës së parë dhe jo intuite e çakrës së gjashtë. A është e mundur që të ndjejmë energjinë e një personi që në takimin e parë? Po. Zakonisht ai mendimi i parë që vjen në tru, që gjëja e parë që ti mendon për një person është të paktën për një 80% e vërtet. Pastaj se sa i aftë është ai person që të mbuloj apo të tregoj të vërtetën e vet, se cili është në të vërtet, të bën që ti të ndrosh mendje apo të gënjehesh nga personi që ke përballë teje. Po takimi i parë, intuita e parë nuk të gënjen. Sa e rëndësishme është që ti besojmë intuitës për gjërat e rëndësishme që ne duhet të bëjmë në jetë? Duhet i pyesim intuitës apo jo në këtë rast? Duhet i pyesim intuitës. Na ndihmon që të bëjmë një zgjedhje më të mirë për ne, na ndihmojnë që të ndjekim atë fatin e mirë, atë karmën e mirë që ne kemi mbjellë gjikundi më përpara, dhe
që ndonjëherë ajo që na duket më e bukur, më shintillante, që shkëlqen më shumë, mund të mos jetë e vërtet. Kështu që kur është duke na thënë domethënë që që je përballë dy rrugëve dhe njëra nga këto shkëlqen më shumë dhe ti me intuit nuk do që ta ndjekësh, ndoshta duhet ta konsiderosh. A mendoni se intuita mund të ndihmojë të shmangim rreziqe ose situata të dëmshme? Po. Është pjesë e shqisave tona, si thash në fillim, edhe është ajo pjesë e rëndësishme që na ndihmon që të shohim rrezikun dhe të bukurën përpara se ta shohim shqisat tona fizike. Po, ëndrat, a luajnë rol në intuit dhe mesazhet që marrim nga ta në mënyrën se si ne i interpretojmë, a mund të jenë faktike edhe në jetën tonë reale? Njeriu bën ose ëndërron në disa mënyra. Një pjesë e ëndrave është vetëm ripërpunimi i informacionit që ke jetuar gjatë ditës së mëparshme. Truri ripërpunon atë informacion të gjërave që i kanë ndodhur gjatë ditës së mëparshme. Një pjesë tjetër e ëndrave janë dëshirat tona apo se çfarë ti do të realizosh, që mund të mos jetë reale, që mund të mos jetë konkrete, por është një dëshirë e brendshme. Për shembull, të shkosh në hën, ti mund ta ndërrosh që je duke shkuar në hën. Kjo është një dëshirë e brendshme që nuk është e thënë që të jetë e realizueshme. Është një cilësi e ëndrash që zakonisht ndodh rreth orës 3:30-4 të mëngjesit, deri pa lindur dielli, në atë momentin përpara se të lindi dielli, ku energjia e eterit, kur energjia eterike është më e fortë, dhe të jep mundësinë që të hapësh çakrën e 6, që të hapet automatikisht çakra e 6, ato quhen ëndra të qarta apo lucide. Që do të thotë që ti je i ndërgjegjshëm që je duke ëndërruar edhe në ëndër, por ti e ndjen sikur ti je zgjuar. Domethënë, ajo ëndër është aq e qartë dhe ti i mban mend të gjitha ato imtësisht informacionet që të kanë ardhur, që të tregon se cila është një përgjigje, një pyetje që ti mund të kesh bërë, që ti mund të kesh pasur, zgjidhje një problemi që ti mund të kesh pasur, zgjidhje për një rrugtim që ti e duke marrë, apo siç tham përpara, apo që se ti e përpara dy mundësive, mund të japi informacionin për të parë qartë se cila është ajo që do jetë më e mirë për ty. Këto ëndrat lucide janë pjesë e intuitës. A ka njerëz që kanë aftësi intuitive jashtë normales? Ka, po që se aktivizon çakrën e 6, janë në gjendje të ka njerëz që janë në gjendje të shohin edhe një të ardhme kohore edhe një të kaluar kohore, të kalojnë përtej nivelit të fizicitetit të kësaj bote dhe të jenë në gjendje të lidhen me një memorie apo me një rrjet informacional që është jashtë asaj që ne jemi në gjendje të shohim për ditë. Sa i shtrirë në kohë mund të jetë? Pra, mund të shohim një të ardhme dhe një të kaluar që lidhet me kohën që jetojmë, apo me shumë kohë më para dhe me shumë kohë që do të vinë? Në memorien e njeriut, në karmën tënde dhe timen, ka një memorie që në momentin e krijimit të këtij universi. Në memorien e tokës ka një memorie për të gjitha gjërat se çfarë ka ndodhur në këtë tokë. Dhe ka një drejtim se drejt ku është duke shkuar ti si person, për shembull nëse jemi duke folur për një person të vetëm, apo ne si popull, apo ne si tokë, apo si botë. Personat që janë në gjendje që të futen në këtë informacion nuk ka kohë. Domethënë në atë nivel, në atë dimension nuk ekziston koha. Kështu që jemi në gjendje edhe të kemi një informacion, për shembull të shkojmë të shohim se çfarë mendonte, mua më pëlqen ai
shembulli i Leonardo da Vinci-t, që të shkojmë të shohim se çfarë mendonte Leonardo da Vinci dhe të kemi një përgjigje nga ajo kohë, edhe nga shumë kohë më përpara, se Leonardo është vetëm para 500-600 vjetësh, kështu që edhe toka është jashtëzakonisht shumë më e vjetër se kaq. Si që jemi në gjendje edhe të kuptojmë, për shembull, drejt çfarë jemi duke karma e tokës, karma e personit, apo e shtetit, apo e një kombi, apo e një race, le të themi, drejt ku është duke shkuar. Kështu që jemi në gjendje edhe të parashikojmë informacione gjëra që do ndodhin përpara pas 50 vjetësh, 100 vjetësh, 200 vjetësh. Nuk ka kohë. Është sikur ti të shkosh në një vend, të hapësh një dritare dhe të thosh, kështu ka ndodhur. Në një kohë ku dominon teknologjia, jeta shumë e shpejtë, logjika e mekanike, nëse mund ta quajmë kështu, që serviret nga këto kompjutera, a dobësohet intuita jonë në këtë lloj forme?